Për mënyrën se si do të bëhet rivlerësimi për pasuritë e paluajtshme do të flasim në vijim. Kam në lidhje të drejt për drejta zotin Reinaldo Pipiria, gjithashtu edhe ekspertin e ekonomi zotin Eduardo Gjokutaj. Ju përshëndes, faleminderit shumë. Përshëndetje. Zoti Gjokutaj, doja që ta nisnim bashkë bisedën. Në gjykimin tënd, i duhuri udhëzimi, mund të kishim një udhëzim më të mirë apo le themi është okej në momentin që flasim? Në rasti konkret, udhëzimi ndjek atë lloj procedure që ndjekin udhëzimet bazuar në rregulloret e brendshme të institucioneve dhe natyrisht që hapësira më e madhe e udhëzimit do të ishte dhënia e rasteve, të cilët e bëjnë më të qartë dhe më të plotë për secilën tipologji. Pasi duket sikur ky rivlerësim kufizohet vetëm në ato raste të konvencionale siç janë apartamente, villa, shtëpi apo toka. Në fakt, shtrihet për te është për çdo pasuri të paguajtshme, gjë që mund ta shpjegoj më qartë dhe më mirë kryetari i Nareas dhe natyrisht edhe është diçka e cila duhet të pasqyrohet për mendimin tonë. Neve nga ana jon kemi ndërtuar një udhëzues i cili është jo zyrtar, kuptohet, po për të qartësuar. Po ashtu kam idenë dhe në Narea dhe të tjerë të interesuar që duan të qartësojnë tregun, natyrisht që kanë bërë ato lloj këndvështrimesh, ato lloj aspektesh të cilat nuk i pret udhëzim zyrtar, por që janë të nevojshme për kategoritë e ndryshme të tatim paguesve, të qytetarëve dhe të përdoruesve që janë noter, kontabilist, jurist të tjerë. Qartë. A ka pesh për pronarin një udhëzues i tillë në gjykimin tënd apo është një udhëzues lehtësues për të? Mendoj që udhëzimi duhet të jetë i tillë që t'i japi pronarit kuptojë cilat janë të drejtat edhe detyrimet në kuptimin e të drejtat të cilat ai i ka në procesin qoftë të aplikimit, qoftë të procesin e zbatimit, po ashtu të kuptojë dhe si funksionojnë mekanizmat, pasi vërtet u thuhet që shkonin te portali, por ndërkohë jo të gjithë janë të aftë të perceptojnë atë çfarë shkruhet dhe atë çfarë administrata ndoshta me pa të drejtë mundet të abuzojë. Pra, në përbashki mundet të ndodhë që punonjës të cilët kanë objekt abuzimin me atë çfarë thot ligji, natyrisht mund të kalojnë ato lloj vleras, ato lloj kriterësh për rastet kur adresohen sipas çmimeve zonale dhe mund të abuzojnë. Pra në çdo rast, unë të gjithë përdoruesit do t'i orientoja që në momentin që nuk janë të sigurt apo kanë arritur në një pikë ku mendojnë se është e shtrenjtë ajo procedurë që po bëjnë, natyrisht do t'i referohen në ligjit sidomos, por edhe udhëzimi përkatës i cili në vetvete këto çështje bazike i orienton në mënyrë të qartë. Qartë. Zoti Pipiria, ju si ekspert imobiliar, si do ta cilësonit këtë udhëzues? Është i mirë ai për gjithë pronarët? Mendoj që e para më lejoni të them që fushata shqyr që filloi, unë nuk mendoj që kemi një fushatë rivlerësimi perfekte, për shkak se fatkeqësisht qytetari individi vazhdon trajtohet njësoj si biznesi, pra kemi atë 5% e famshëm dhe që ngarkon shumë. Më vjen keq të them, por kemi çuar dëm 20 muaj. Pra gjithë ky diskutim ka filluar në 2024, me çmimet e referencës si 2024, jemi po njësoj në 2026. Udhëzimi patjetër që ASHK ka filluar të bëjë një lëvizje ditën e djeshme, ka nxjerrë disa imazhe, video edukuese, informuese se si të mund të aplikohet në ASHK. Mendoj që ka vend për video tutoriale dhe informuese për qytetarët. Patjetër që do të ishte udhës të pasurohet udhëzimi apo gjithë të fushat me shembull konkret. Mendoj që do të ishte udhës në të njëjtën kohë, duke qenë se sot gjithë aplikimi, gjithë procesi i rivlerësimit shkon nëpërmjet platformës Albania. Ndoshta mekanizma, mjete digjitale, kanale komunikimi të shpejta në rastet e mos kuptimit të proceseve apo në rastet e ngërsheve mund të ishte një ndihmë. Pra, nëse marrim shembullin e bizneseve, për shembull, ka numra të dedikuar WhatsApp-i ku komunikohet në kohë reale për të marrë disa udhëzime. Kjo besoj që do të mundësonte. Pse e them këtë gjë? Sepse fatkeqësisht për shkak të mos funksionimit të gjithë mekanizmit që nga momenti i aprovimit në kuvend deri në momentin e daljes së udhëzimeve kemi humbur 2 muaj kohë. Dhe në të njëjtën kohë kemi mesatarisht në dijenin tonë kemi 6000 aplikime, të cilat kanë filluar të përplasen çdo ditën e djeshme pranë ASHK-s. Pra mendoj që do të kemi pak sfida 2-3 muajt e parë. Sepse janë shumë aplikime të akumuluara, janë shumë kontrata shqiptare të akumuluara të cilët do duhet të marrin
një lloj drejtimi dhe shërbimi në ditët e para pranë ASHK. Dhe duke pasur parasysh që kemi një kod kufizuar, është vetëm 31 dhjetori 2006-s, kemi të sigurt që do të kemi nevojë për asistencë dhe pak po themi dhe kanale interaktive të cilët do të ndihmojnë pak më tepër qytetarët. Qartë. Përveç ndarjes kategorive që e thatë, biznes, individ, çfarë mendimi keni për zbritje 1% për çdo vit përdorimi apo thënë ndryshe amortizimi i banesës? Është i duri? Po kjo është pika më e dobët e udhëzimit. Domethënë përveç se ata më përpara, kjo është pika më e dobët e udhëzimit. Pse? Sepse le të marrim një shembull që kemi një pasuri paluajtshme të vlerën 2005 me certifikat pronësie, pra momenti i fitimit për herë të parë të titullit pronësisë është 2005, vlerë 600.000 euro. Sot, le të supozojmë që me çmimet e referencës, me vlerën fiskale, kjo pasuri ka 100.000 euro. Ndërkohë, duke qenë që është 20 vite e vjetër, pra në përdorim nga momenti i fitimit të pronësisë, i lindë drejta që të ketë 1% amortizim për çdo vit të plot përdorimi. Eksakt. Këtë do të duhet të zbritet nga 100.000 euro, si duhet të zbritet 20.000 euro. Dhe vlera minimale fiskale duhet të jetë 80.000 euro. Lind pyetja. Po? Patjetër që qytetari do paguaj për 5% për diferencën midis 80.000 dhe 60.000-shës. Kjo është 1.000 euro. Por në kartel do shënohet vlera minimale fiskale në 100.000, apo do shënohet vlera minimale fiskale e zbritur 80.000. Kjo nuk ka qenë asnjëherë e qartë. Në të gjitha daljet e Ministrisë të Financave, edhe me udhëzimin sot, unë jam interesuar dhe kam pyetur, akoma nuk është e qartë cila vlerë do shënohet në kartel. Dhe kjo ka shumë rëndësi. Sepse ajo vlerë që do shënohet në kartel, ajo do të përdoret si vlerë e referencë në transaksionin e ardhshëm. Po, patjetër. Pas një viti, pas 2 viti, pas absolutisht. Dhe këtë udhëzimi ka të paqartë. Pyesim zotin Gjokutaj për këtë pjesë, për 1% për çdo vit amortizimi, si do të vendosen në kartel, për gjitha këto pikpyetje që besoj ndoqët zoti Gjokutaj nga zoti Pipiria. Jo, mendoj se në kartel vendoset zakonisht vlera bruto, pra ajo që i përfshin dhe ata amortizimin brenda, për arsye tjetër është vlera e asaj çfarë ekziston si pronë. Përtej asaj që amortizimi bëhet për efekte fiskale llogaritjes dhe nuk ka të bëjë thjesht me amortizimin e ndërtesës, pasi ai ndjek norma të tjera në aspektin e kontabilitetit apo të atyre llogaritjeve që bëhen për të zbritur vlerën reale të asetit. Pra, zakonisht dhe në logjikën e asaj se çfarë shënohet vlera bruto apo vlera të themi e asaj se sa kushton realisht. Pa këto zbritje të cilat janë për të lloj qëllimesh dhe efekte fiskale. Mund të kishim 1% sot. Të paktën nga kontaktet e mia të para me ASHK sot, nuk e kam të konfirmuar që do të vendosen 100.000 euroshi apo do të vendosen 80.000 euroshi. Dhe kjo është një pikë që realisht ka nevojë për sqarim të qytetarëve në mënyrë zyrtare. Por te çfarë mendojmë unë dhe ju, kuptimin çfarë mund të perceptojmë nga dokumentet, po udhëzimi nuk e thot qartë. Unë do ju këshilloja që të bëni një shkres me njëherë, me që ju jeni organizat në këtë drejtim, për të marrë një qartësim, ndoshta duke dhënë dhe versionin tuaj për të lehtësuar atë logjikën e përgjigjes dhe për të kuptuar pozicionimin tuaj. Për arsye se këto nuk janë të themi përgjigje të vështira, pasi kanë të bëjnë më së shumti me pjesën e financës, pra pjesë të llogaritjes financiare dhe natyrisht ndahet njëna ajo që unë përmenda pak më herët. Tjetër gjë, llogaritja e amortizimit i cili ka vendosur një kufi, pasi logjika potese me këtë drejtim 30 vjeçi nuk është një kufi të themi i gjetur në një aspekt ligjor apo fizik të godinës të ambientit apo të një ndërtese, por është diçka që është vendosur deri këtu mban në pragu për tu zbritur me qëllim që të mos humbas dhe shtetitarëve të tij. Ajo çfarë unë doja të sqaroja në këtë mes është që të gjithë ata qytetarë, pasi ju e vërtet e përmendni shpesh, por jo të gjithë e kanë të nevojshme ta bëjnë rivlerësimin, edhe pse ky është i domosdoshëm në aspektin e atyre objektivave që mund të kenë fatmesme apo në kuadrin e vlerësimit të pronës, por në rastin kur kemi të bëjmë me kategori të cilët vërtet u prishet ajo përditshmëria në shpenzimet e tyre, natyrisht që kjo ka të bëjë me moshën e ndërtesës apo me pjesën e asaj se sa të vlefshme e kanë atë që banojnë, por nuk do ishte këshillueshme për çdo rast, pasi gjithsesi unë do shpresoja që amnisti të tilla apo të ulje të tilla do ndodhin në të ardhmen, pasi nga sa duket ne do vazhdojmë të lloj politike edhe në të ardhmen. Qartë, zoti Pipiria, tani
çfarë ndodh me këto ndërtesat që mund të kenë edhe 40 vite, 50 vite me këtë 100% e çdo viti në amortizim? Po praktikisht udhëzimi e ka lënë për gjysmë logjikën dhe standardin që ndjek në udhëzimin e numër 34 të 29 dhjetor 2023. Pra nëse shkojmë udhëzimin përbashkët më herët, Ministri i Financave dha shikoj për tatimin mbi fitimin kapital për transaksione pasuri të palueshme, aty e kemi që këto ndërtesa të cilat janë para vitit 92-93, amortizohen automatikisht 50%, dhe aty është maksimumi. Pastaj nëse ke nevojë të justifikosh një amortizim më tepër të vlerës minimale fiskale, do duhet ta shoqërosh, sipas atij udhëzimi, do duhet ta shoqërosh me një raport të një eksperti vlerësues pasuri palueshme. Në udhëzimin që kemi për rivlerësimin, se duhet kuptojmë janë dy gjëra të ndryshme, tatimi mbi fitimin kapital është ndryshe nga rivlerësimi. Rivlerësimi po të jep mundësi, është një operacion i gjatë tregtar, të jep mundësi që të rivlerësosh pronën, pavarësisht se shet apo jo, me 5%. Por sikur ne mos e rivlerësojmë pronën, të dalim sot ta tregtojmë, do ta kthejmë 15%. Pra, tatimi mbi fitimin kapital vazhdon të jetë në fuqi. Udhëzimi i rivlerësimit, ndryshe edhe pse i citohen dhe i mbështetet disa herë udhëzimit të 2023-shit, udhëzimi për rivlerësimin e mbyll. Maksimumi që mund të amortizohet vlera minimale fiskale është 30%, kur prona ka 30 vite përdorime të plota nga momenti i parë i fitimit të titullit pronësisë. Pra nuk ka më tepër se kaq. Megjithatë, atë që unë gjykoj është që ky mekanizëm 1% amortizim me nivelin e çmimeve të referencës që ne kemi sot, përfshirë edhe Tiranën, që i ka të përditësuara në gusht të 2023-shit, nuk mendoj që është i volishme për të përdorur, për shkak se çmimet e referencës, pra vlerat minimale fiskale sot janë shumë larg realitetit, sidomos për jashtë Tiranës. Pra po flasim për vlera referencë të vitit 2016, që nuk kanë përputhje fare me realitetin. Kushdo që do të rivlerësoj, kushdo që do të rivlerësoj pronën sot në Vlorë apo në Durrës, me vlera minimale fiskale vazhdon ta ketë 600 euro, 700 euro metri katror. Ndërkohë që çfarë do i rivlerësosh, ndërkohë që vlera e tregut është shumë e lartë. Kështu që prandaj ne inkurajojmë që të gjithë që kanë mundësinë, mbi dakord që jo të gjithë kanë mundësinë ta pagojnë rivlerësimin, po kushdo që ka mundësinë dhe ka dëshirë që të japë vlerën që i takon pronës dhe të aplikojë për rivlerësimin nëpërmjet një eksperti i vlerësimit pasuri palueshme. Dhe sidomos ato raste që unë sugjeroj që janë imediat janë ato raste kur ka projekte qeveritare, po themi shpronësimi, procese shpronësimi, të cilën mund të ndodhin në zonën e tyre. Sidomos ku flasim për rrugë, për toka. Pse? Sepse në një moment që ti shpronësohesh, merret, po themi shpronësohesh për vlerën sipas vlerës minimale fiskale. Këtë doja që të qartësonim pak. Zoti Pypiria, do duhet të shkosh në një proces gjyqësor. Po, këtë ta qartësojmë sa më mirë për qytetarët. Cila është diferenca midis rivlerësimit në ASHK dhe rivlerësimit nëpërmjet një eksperti? Që parashikon eksperti për pilon, eksperti vlerësimit pasuri palueshme merr disa skenare të mundshëm të përdorimit të pronës, bazohet në transaksionet dhe informacionet që ka mbi tregun real, dhe vlerëson pasurinë sikur kjo pronë të dalë sot në treg cila është vlera e saj, dhe jep vlerën reale. Ndërkohë që nëse bazohesh në vlerën minimale fiskale, janë ato vlera minimale që janë vendosur për arsye fiskale për të mbledhur taksat shteti. Për shembull, nëse shikojmë qytetin e Tiranës sot, vlera minimale fiskale në qendër të Tiranës, ngjitur me Bashkinë e Tiranës, është më e vogël, është më e vogël se sa vlera minimale fiskale tek medresea. Pra nuk do të thotë që përputhen 100% me realitetin. Pra ne kemi merr një ekspert, sepse eksperti do të vendosë vlerën reale dhe atë ta kesh në kartel. Çka do të krijojë e para do ta bëj pronën shumë tregtueshme nesër, sepse i ke parapaguar taksat, e dyta të krijojë një stres mbrojtje në çfarëdo lloj rasti që mund të ketë shpronësime. Eksperti amana kushton më shumë, apo jo? Për një apartament eksperti kushton 10 deri në 15.000 lekë të reja. Në varësi të kompleksitetit pronës, maksimumi një raporti vlerësimi në dijen intime shkon 15.000 lekë të reja. Duke krahasuar me aplikimin në kadastër apo jo? Po është më i sigurt. Po është më i sigurt sepse këto lekë që ti po paguan sot për raportin vlerësimit, janë lekët që do të paguash nesër me 15%. Se pasi të mbaroj procesi i vlerësimit, automatikisht në momentin që del nga procesi i vlerësimit, fatkeqësisht në Shqipëri ti tatohesh 15% për tregtimin e pasurisë, edhe pse ke thjesht banesë, edhe pse nuk po bën biznes, shteti do trajton njësoj si një biznes, madje më keq se sa një biznes i vogël. Pra trajton si një korporat. E kuptova. Kujt ja sugjeron rivlerësimin? Ka nga ata për shembull që rivlerësimin e kanë bërë para 5 vitesh. Mund ta bëjnë, ta ribëjnë prap, si e mendon? Cilët janë ata që duhet ta bëjnë, ta ribëjnë rivlerësimin?
procesin e rivlerësimit unë shikoj investim në vlerën reale të pronës. Pra edhe nëse ke blerë pronën në 2020, edhe si nëse jenë në qytetin e Tiranës, për te patjetër që në Bregdet ka pasur rritje më të mëdha, por ka pasur rritje çmimi. Kështu që nëse ke mundësi, ke ato para te që Armanian, rivlerësoje, vendose vlerën kartel, pagoje 5% që nesër, edhe sikur të sjellë jeta të papritura, dhe të duhet të tregtosh, të zhvendosësh nga një qytet apo të tregtosh, të shedhësh pasurinë tënde, të mund ta kesh lehtësisht të tregtueshme dhe të kesh kursyer taksa. Pse? Sepse nesër në momentin që e shet, diferenca e procentit do paguash, po të jep 15%, do paguash midis vlerës që ti ke vendosur kartel nga procesi i rivlerësimit dhe çmimit që ti e tregton në atë moment. Çka pa rivlerësuar, kjo diferencë është e madhe dhe 15% kushton shumë, e rivlerësuar këtë diferencë është e vogël dhe 15% do të kushtojë më pak. Ama ke kursyer mesatarisht 10% nga një transakcion më herë. Pra, e të ndryshe për një pronë e cila ka 60.000 euro fitim nga momenti i blesë e momenti i shitjes, kur e ke paguar 5%, ti ke paguar 3.000 euro në vend që të paguar 9.000 euro. Kështu që ke kushtuar tashmë një 6.000 euro duke bërë pronën interesante për të tregtuar, po i ke dhe lekët tuaj në xhep. E kuptova. Pra, kushdo që konstaton se ka rritje të çmimit në zonën ku jeton, pra ku ka pasurinë e vet paluajtshme, mund ta bëj, pra rivlerësimin, qoftë edhe nëse e ka bërë para një viti apo para 2 vitesh. Po, kishte diçka përshtuar. Plus edhe në ato momente kur ka informacion që do të ketë projekte zhvillimore për qeverinë, për shteti ku mund të ketë projekte që do shpronsohen, unë sugjeroj shumë që të rivlerësojnë pronën me vlerën e tregut. Ta kenë në kartel që në çdo momenti do të përballen me shpronësi. Ti thot shteti Tiago është dokumenti. Shumë interesante. Kjo është këshill shumë e vlefshme. Kjo këshill shumë e vlefshme, realisht. Po unë doja të flisja pak për të ardhurat financiare që do të ketë buxheti i shtetit si pasojë e rivlerësimit. Zoti Gjokutaj, në vijat përgjithshme sa mund të jetë shuma që do të përfitojë shteti nga këto rivlerësime, të cilat siç i tha zoti Pipiria mund të jenë edhe të shpeshta, pra her pas here në varësi të rritjes së çmimit të vlerës së pasurisë së tyre në zonën ku e kanë atë. Po kjo është në varësi të asaj që sa do të bëhet i zbatueshëm ky ligj, edhe pse në vetvete natyrisht që ka një tendencë që në ato zona që ka zhvillim të shpejt apo që kanë karakteristika unike, normalisht janë të interesuar të bëjnë vlerësim të pasurisë së tyre dhe natyrisht pjesat e buxheti nuk do prek më shumë se sa një rritje 10 deri në 15% në raport me atë se çfarë merret aktualisht nga tatimi i pronës. Pra, nga tatimi i shitjes së pronës. Natyrisht që kjo është një ardhur e shpejtë dhe e konsiderueshme, por ngelet për të parë. Por ajo që do thosha unë, duhet të kuptojmë që në këtë mes pjesën me çmime zonale, pra nëpërmjet ASHK-s, edhe me ekspert e kanë vetëm individët, ndërkohë bizneset është e qartë në ligj dhe në udhëzim që kanë vetëm metodën e ekspertit, pra nuk mund të dot t'i referojnë çmime zonale për ato çfarë kanë magazina, ambiente biznesi, shërbime të tjera. Dhe thënë gjithë këtë përmbledhje, natyrisht që një pjesë e mirë e biznesit mund të bëjë dallimin në atë se sa do të ndikojë në të ardhmen e buxhetit të shtetit, edhe pse për bizneset ka më shumë interes, pasi prona ose aseti i rivlerësuar natyrisht ndihmon në zbritjet e shpenzimeve të biznesit tyre, pasi ka një amortizim në një vlerë më të lartë se më përpara dhe ka një, të themi, potencial më të lartë në bilancin e tij në momentin që do kërkojë kredi bankare apo të ketë një vlerësim të shoqërisë në rast shitje të saj. Qartë. Zoti Pipiria, doja do të pyesja për efektin që do të shkaktojë ky udhëzues nëse aplikohet plotësisht, se zoti Gjokutaj kishte pikpyetje, ju thatë në një farë mënyrë është i paplot, nëse do të implementohet, nëse do të zbatohet, çfarë prodhon për tregun e pasurive të paluajtshme, në gjykimin tënd? Unë mendoj që e para, vetëm për të përgjigjer vetëm shumë shkurtër pyetjes më herët, mendoj që nga eksperjenca nga gjitha kalkulimet duhet të kemi një 50 milion euro të cilat hyjnë në arkën e shtetit. Patjetër që kompanitë do të bëjnë rivlerësimin e aseteve të tyre edhe në moment që do marrin kredi apo do tregtohen. Nga gjitha statistika që ne kemi parë më herët, nuk diskutohet që 30-35 milion euro kanë qenë aty çdo vit. Por duke ditur që është publikisht kryeministri ka dalë dhe ka thënë që ky është rivlerësimi i fundit, besoj që do të ketë një dyndje më të madhe dhe një numër aplikimesh më të lartë. Shpejtësia e aplikimit pas udhëzimit do duhet të jetë 7 ditë.
pra nga momenti i fillimit deri në përfundim, kështu që besoj që do duhet të jemi në nivelet e 50 milionë euro. Në lidhje me tregun, unë besoj që do të ketë alternativa. Në statistikat tona, na rezulton po themi nga antarët që tregu ka qenë në tkurje, sidomos muajt e fundit, 30 deri në 40%. Po edhe nëse marrim parasysh tatimin mbi fitimin kapital, të dhëna nga Detyra e Përgjithshme Tatime për 2024, 2025, 2023 në të njëjtën kohë, kemi parë që 92%, po themi 90% e tatimit është nga tatim paguesit e modelit. Pra po themi vetëm ndërtuesit kanë qenë duke tregtuar pasuri. Pjesa tjetër e tregut kanë qenë pothuajse e ngurtësuar. Kështu që në këtë moment hyn në lojë rishitja në procesin e investimit, dalin pronat të cilat janë më të vjetra, pra jo të mosdoshmërisht ndërtim i ri, por pronat të cilat janë nga qytetarët, të cilët i kanë pasur në proces për të shitur, mund të jetë një investim që kanë bërë më herët, mund të jetë një rilokim në një qytet në tjetër, pra do të kemi shumë alternativa, do të kemi një presion, do të ketë ofertë. A do na ulet çmimi me që do ketë ofertë? Shiko, duhet kuptojmë që nëse nuk do të ishte 5%, ajo pronë e cila blen 120.000 euro dhe ka 60.000 euro fitim, do të kushtonte të paktën 126.000 apo 130.000 euro. Nuk besoj që do të kemi ulje të çmimit, por do të kemi një qetësim të të gjithë situatës në Shqipëri për sa i përket çmimeve. Sidomos për Tiranë, ndoshta Bregdeti do jetë indikuar nga kërkesat që vijnë nga tuaj, por sidomos Tirana ne nuk besojmë që ka më vend për rritje. Pra do duhet të ketë mjaftueshëm alternativë në Tiranë. Kështu që qytetarët të cilët kanë 2 vite që kanë qenë duke pritur për të kryer një transakcion dhe nuk kanë pasur alternativë në treg, përveç investimit të ri, apo alternativa që mund të kenë ekzistuar në treg, mund të kenë shtrenjtë, për shkak se 10-15.000 euro ishte bara fiskale, apo të kenë qenë të joshur pa dashje për të vajtur në skema jo të deklarimit të plot, sot nuk do të kenë të shqetësim. Pra do duhet të presim që gjatë vitit do të ketë mundësi për të investuar me vlera më ekonomike se çka kanë parë këto vite që na kanë kaluar. E kuptova. Diçka të fundit që kutaj, çfarë efekte do të prodhojë në pasurinë e patundshme ky udhëzues për ju? Po besoj që tregu duke u rivlerësuar në tërësi, natyrisht, nëse do ketë pjesëmarrje masive në ato llogaritje që përmendi pak më përpara zoti Pipiria, i bie që do të jenë mbi 50 deri në 100.000 aplikus të cilët të bëjnë atë sasi e cila mund të vejë jo 50 milion, po mund të vejë 80 milion euro. Natyrisht që do të kemë me rivlerësimin e bilanceve, kjo shkon në sinkron edhe me atë çfarë do të ndodhi me pjesën e paqes fiskale, e cila synon në një pjesë të saj edhe ajo të ndikojë mbi asetet e bilanceve financiare të kompanive. Për sa i përket qytetarëve, natyrisht që pjesëmarrja e tyre ka mundësi të jetë e kënaqshme në disa zona të caktuara ku unë e përmenda pak më herët, ku ka një zhvillim të shpejt urban, apo aty ku synohet, sidomos për tokat kjo, që ka karakteristika të veçanta që mund përdoren për industrinë e agroturizmit apo dhe thjesht akomodimit. Pra, thënë ndryshe, kjo do t'i japi një brull, pasi do të shkriroj disa kapitale më shumë, të cilat do të përfshihen tashmë duke u rritur, dhe natyrisht do t'i japi industrisë një ritëm të ri. Ajo çfarë duhet të bëhet është që në këtë mes duhet të pyetet mirë ata që janë profesionistë, pasi nuk mjafton thjesht dhe vetëm që të merren për bazë ato çfarë janë qoftë informacione nga tatimet, nga AST-ja, pra ekspertët e pasurinë paguesve të cilët janë në terren përgjithsisht, por dhe ekspertët që kanë të bëjnë me pjesën e këshillimit fiskal, edhe pse kjo dihet, por për të shmangur gjithsesi unë të them dhe abuzimet, pasi gjithë ky proces natyrisht do ketë dhe abuzimet e tij. Abuzime në çallk. Abuzime nga ata që unë përmenda pak më herë, nga punonjës të cilët mund të manipulojnë ata çfarë do të vinë për sa i përket taksave, apo njerëz që përfshihen në këto procese me qëllim që ta bëjnë procesin më të ngatruar me qëllim që të përfitojnë. Kuptova. Zoti Gjekutaj, faleminderit shumë, zoti Pipiria, falenderoj. Ju uroj punë mbar. Faleminderit.